Ajo që thash edhe më herët, kjo gjë do të ndodhë. Do të ndodhë sepse hipotetikisht, nëse nisma nuk e ka lënë, votat e nismes shkojnë te e para me shumicë. Dhe në mungesë 5.000, 6.000, 3.000, 2.000, 101 vot ose 15.000 vota, që duhet merri, qaj mandatet tona që që kanë shku 2021, i kanë shkuar zotit Kurti. Pra ndaj është thirrja ime të gjithë ata që për një mend dojnë me ndryshu këtë qeverisje, votojnë 122. Unë e kom ofru votat e mia, votat e nismes, bashkë me bashkëpunëtor. Këtë që ato që kanë qenë ja kemi ofru Partisë Demokratike të Kosovës, me bo bashkë. Ju e dini. Në studin tonë, kom thënë për 1 minutë e mbyllëm këtë çështje. Në një listë për bashkë. Për 1 minutë kam ofruar gjithë ato vota. E janë t'i bëjmë bashkë, ta maksimalizojmë votën. Arsye tashmë, dijem, s'ka ndodhur lista për bashkët, o jam futur në zgjedhje, se s'kemi pas rrugë tjetër. Ne nuk kemi shepëm këto. Jemi futur në rrugë, jemi t'i po fushat. E çka po bëjmë sot? Po ftoj qytetarën e Kosovës, qaj që do me ndryshu këtë qeverisje, votoni numrin 122. Votoni numrin 122, sepse ata që patën mundësi, në më caktur, nuk u bon votat bashkë. Pse nuk u bon votat bashkë? Kryaj atër, pse s'u bon, ta kanë dhënë shpjegimin të tjerë. I kanë dhënë të gjithë. Unë s'du me folën atë pjesë tjetër. Është plani B, shkojmë me planin B, jemi 2 lista, do të bashkohemi në parlament. Bashkimi po fiton nga baza, atë bashkim se në nal askush. Është kërkesë e elektoratit, nuk është kërkesë e jona. Në fakt, për herë të parë ka ndodhur, ka pas një kërkesë të vazhdueshme të elektoratit me u bë bashkë për me ndryshu qeverinë. Për ata elektorati na ka kërkuar me u bë bashkë, me ndryshu gjendje, me ndryshu qeverisjen. Kërkesa nga votuesi deri te zyrtar të lartë. Është drejtuese themelus edhe të PDK-s, edhe të deputetët, edhe nga ana jonë gjithmonë. Dhe ne ju përgjigjëm kësaj kërkese. Tham po. Pa kushte, në një listë. Po. Po maksimalizojmë votën e përbashkët opozitare? Po. Unë besoj që do të ishëm fut ngarë fuqishëm për vendin e parë. A e din? Sot do të ishte gara për vendin e parë. Lista jone për bashkët kishte kriju një momentum tjetër. Dhe betejë do të ishte për vendin e parë. Dhe jam i bindur që minimumi do të kishim 34 dhe 37 deputet. S'ndodhi, okej, në rregull, arsye që i din ata, ndodhin këto gjëra. Cila është arsyeja vërtet që s'u bë bashkë, zotri Limaj? Pa i kolla lë se di, duhet me pyet ata. Ajo që po thash, se shumica, që shumica e bashkëpunëtorëve, miqve, shokëve kanë qenë, ju e keni përcjellë në për media publike, publikisht kanë shpejt dëshirën, edhe nga ana jonë. Unë kam dhënë premtimin që do të shkoj, jam i gatshëm me shku në listë për bashkët. Tash jemi në planin B. Plani B janë 2 lista, nismes edhe Partisë Demokratike, natyrisht ato kanë 2 numra. Njëna ka numrin 130, njëna ka numrin 122. Dhe secili kërkojmë votë të qytetarët e Kosovës. Dhe unë këtë që ka po mënuna mi e segu qytetarit Kosovës, opozitar dhe të paknaqër, dhe atyre që janë neutral ose pa përcaktuar, në qovë se keni disponimin, dëshërani, ta ndryshani këtë qeverisje dhe këtë kurs, guxoni, merrni hapin e duhur, se në numrin 122 që të zgjedhë ba diferenca dhe ndryshimi. Sepse vota juaj në numrin 122, 6 fish ka pesh në krahasim me partit tjera. Një vot atje 6 janë këtu. Sepse shkojmë me ligjin a jep këtë mundësi, këtë favor. Me 5% në tutje, ne i morëm 67 deputet. Me 10.000 vota në një parti mundal nuk ke merr as një deputet. Që kjo është shpjegimi që e bëjmë. Dhe kjo është, si me thonë, angazhimi jonë legjitim. Ne si jem të jamor kërkuj Kosovës, se kemi rezervat në votat. Drejtohemi qytetarit opozitar të cilët, thash edhe herë, për një me dojnë me po ndryshimin e qeverisjes. I drejtohemi